Tani, unë do doja një koment në datën në 24 mars është një ditë e shënuar për kombin shqiptar, sulmi i NATO-s ndaj Serbisë, por përpara kësaj në 7 mars është shkruar epopeja e kombit shqiptar, një nga epopet më të lavdishme të kombit shqiptar me Adem Jasharin, ai që ndodhet në mes aty, dhe familjen e tij që sumon atë që tashmë çdo shqiptar e di. Unë do doja një koment për këtë hero, për këtë idealist kaq të madh dhe hero real. Se ti the danezët mundojnë të shpikin në hero në ja ku i kemi. Është një heroizëm i pashoq. Është një sulm ndër më barbarët të historisë të fund shekullit kaluar dhe një rezistencë heroike. Ajo që është shumë e rëndësishme ka qenë dhe mbetet, kjo qëndresë, ngelet në memorien e çdo shqiptari kudo në botë. Unë po them diçka, pavarësisht se kanë kaluar 25 vite, 26 vite, prekazi, edhe shtëpia e Jasharëve vizitohet në mënyrë intensive në çdo periudhë të vitit. Dhe vinte kjo tjetra, të rralla janë familjet, njerëz nga Shqipëria që vinë në Kosovë, që nuk shkojnë te kulla. Kjo është shumë e vërtetë. Edhe nga ana tjetër, edhe gjithë klasa politike e Shqipërisë ka shkuar, ka respektuar, ka qenë unifikuar në çdo gjë që është bërë. Nga të parë që kanë qenë atje, mua më kujtohet Sabri Godo, Indjeri Sabri Godo, që ka bërë një reportazh në gazetën Koha Jon. Nga të parë, mos gaboj, duhet të qenë vitin 2000. Dhe nuk e di nëse u kujtohet ajo që vajte një grup politikanësh shqiptar atje në deputetin. Dhe është një diçka dhe ç'ndodh pastaj mëtej që sot në bankën të akuzuarve vijnë 4 luftëtar, është pafalshme. Ja, foto do ta kemi pak më vonë. Foto tjetër, ju lutem, do ta bëj pyetjen vetë. Tani, besoj ju e dini, kjo është fletorja që oficeri dhe pedagogu Ylli Mici stërviste Adem Jasharin dhe mande të shtënat në tabel të Adem Jasharit. Nuk e dia e keni parë. Ja, emri Adem Jashari shkruajtur me laps. Shumë interesant. Dhe 5 fishek të 5-ta në tabel. 8 fishek të 8-ta në tabel. Do thënë, dhe ka treguar në këtë emision, është shumë emocionuese kjo zoti Bingjozi, dhe e ka dhe sot fletore në shtëpi. Një blok, një fletore, do thënë, ku mban dhe shnime. Si regjistër, po themi. Shumë interesante. Sepse ai është stërvitur në Tiranë. Në pjesën e afër Surrelit, diku aty ka qenë poligoni dhe. Shumë interesante, era parë që shikoj. Nuk e kishit parë këtë? Jo. Kjo është për muze. Ja ti ishe në Danimark, kjo do t'i bësh kështu, ë? Patjetër. Kjo do ishte jo kornizmo, nuk e di ku mund të ta varrin ata. Ata e ka akoma ai pedagogu, akoma. Shumë interesante. Foto tjetër. Adem Jashari me një grup nga ata themeluesët të UÇK-s te monumenti i Skënderbeut. Se s'është vetëm Adem Jashari. Foto tjetër tani duhet të jetë, kam përshtypjen duhet të jetë ajo që ju e filluat të kemi një faqe të parë të gazetës Koha Jon, atë që unë thash, 25 mars, sepse gazeta del një ditë më vonë. Po. Ju vetë e prisnit si një shumë i mirë politikës ndërkombëtare që NATO sulmonte Serbinë? Shiko, duhet të kthehemi pak në kohë. Periudha 90 deri në 99 ka qenë një periudhë intensive persekutimi, shtypje, vrasje, çdo gjë nga ana e Serbisë. Fatkeqësisht, pavarësisht se këto raportoheshin edhe në kancelaritë evropiane, me radhë, reagimi ishte shumë i avash, shumë i ngadalshëm. Dhe duhet ndodhin masakrat e Reçakut, të Gjakovës, e tjera s'po më kujtohet tani, që të sensibilizoheshe qeveria amerikane. Unë po them diçka që informacioni që jepeshin në atë kohë ishin tepër të limituara, vetëm pasaj kur dolën to varret masive, vrasjet masive, aty plasi. Dhe unë mendoj që po të hecej me avash prit ta shikojmë, ta diskutojmë të me radhë, nuk ishte për të ndodhur.
Dhe ajo që është për të ardhur keq është që agresori sot ngre krye kundër kësaj lufte. Agresori mundohet Foto tjetër duhet kemi, ja më fal vetëm një moment. Foto tjetër duhet kemi këtë që ju nisët ta komentoni, se ja kjo është. Unë kam pas rastin të njoh të tërë këto. Të katër, Të katërt kemi biseduar, kemi bashkëpunuar të me radhë dhe është një rast unikal në jurisprudencën botërore. 11 të dënuar me vdekje nga në gjyqin e Nurembergut për nënsis për 50 milionë vrarë. Dhe kjo është e pafalshme, është e padrejtë në mënyrë absolute asimetrike. Dhe kur vjen puna, flasim për drejtë e njeriut e me radhë, tu janë shkelur me dy këmbët. Dhe reagimi ndërkombëtar tepër i vakët dhe nuk di që them janë rasti unikal në botë që të keto. Si e parashikon gjykata, mund të su japi një pafajsi? Tashti do presim. Ka zëra që paktën çfarë është shkruar në media, që është më thatë që mund të shpallet pafajshëm, po 3 tjerët mund të dënohen. Tani çështja është sido që të dali vendimi i gjykatës, në sy të opinionit, jo shqiptar, po ndërkombëtar, to janë të pafajshëm. Të njerëz të thjesht, të njerëzit që merren me këtë punë. Sepse është tepër e papranueshme që të nisi një gjyq, të ngrihet një gjykatë. Gjykata, e di për çfarë është ngritur në fillim fare. Është ngritur për trafikim organesh. Dhe po t'i thuash njerëzve në opinion, dhe Serbia e hodhi këtë fare. Shtëpia e Verdhë në Burrel. Po shtëpia e Verdhë, unë kam qenë deputet, ti di, unë kam qenë tek ajo. Ti ke qenë shumë aktiv në atë kohë. Ti kthehemi asaj shtëpisë së Verdhë, edhe aty thanë kanë hequr organet e kështu. Se ajo domthon luftë ka filluar në Shqipëri në fillim fare me Carla Del Ponten. Ajo ishte. Pastaj Dik Marti e vazhdoi këtë luftë, këtë përpjekje për të bërë në mënyrë. Dhe po mos ishte kjo fabul. Ndoshta kjo gjykatë nuk ngrihte. Se po ti thosh diku, e kanë kap të gjallë, i kanë marrë organet, i kanë vdekur kështu, e thanë ç'është ky makabritet. Njerëzit mendonin, unë kam qenë atko në deputetet, pa ta shkuar një herë edhe në Danimarkë, pa ta biseduar me ca njerëz. Po thanë ka kështu, po ta vërtetojnë që nuk është. Po nuk më ndodh. Se dhe Shtëpia e Verdhë mendoheshin domethënë që janë vrarë një herësh 100 veta. Edhe janë varrosur. Ku janë varrosur? As varrës kishte, as gjë s'kishte. Dhe në Shqipëri. Edhe në fantazitë e regjisorit Quentin Tarantino të Hollywoodit nuk ndodhin këto. Landi, në Shtëpinë e Verdhë në Kosovë kanë ardhur gjithsej 107 stacione të huaja televizive. Në mat. Nga Japonia dhe nga Kriu. 107 kanale televizive. Ua. Dhe asnjëra prej atyre nuk tha që këtu ka pas masakër. Që të dyshonin paktën. Që dyshonin. Fare. Po si ndodhi, po si u përmbys pse? Gjetën një shtëpi, kjo Shtëpia e Verdhë, në një fshat të jo të humbur, një fshat domethënë po larg shtëpia e Gurë Vogël. Gurë Vogël. Edhe unë shkoja takoja të zotin e shtëpisë, se ndërtuam një urë atje me Urbeli kur bëra deputet unë. Dull Katuçi ka qenë i zoti i shtëpisë, edhe rriti, futsim në gotë rakine dhe thonë, e puna serbe, o deputet si u bë, çfarë serbesh? Kanë ardhur na, thashë ka nga rakia, një herë, 2, 3, 4 e pyes pastaj, të interesohen, pa u hap kjo punë. Fare, domethënë. Po. Edhe thonë, ka ndodhur, kanë ardhur kështu me radhë, i kanë nxjerrë nga shtëpia, i kanë ngjit natën jashtë, kanë parë ca njolla gjaku aty, që mund të kenë qenë ose therrën e bakti ose lindën e fëmijë, dhe kaq, një shtëpi krejt e thjeshtë, pa ujë, pa rrugë. Ku është e mundur që pas scenari kështu? Por e tentativ, fatmirësisht në atë kohë nuk heci në Shqipëri dhe u kthyen mbrapsht. Të njëjtin skenar filluan të bëjnë në atë. Dhe thashi pa thënë që neve, domethënë kjo është e pamundur, domethënë është hedhur poshtë, po gjithsesi ishte pa mjaft kjo, domethënë forcat hesin përpara. Tani dikush e ka thënë që këtë për Shtëpinë e Verdhë kanë bërë 2 gazetarë shqiptarë që nuk jetojnë më në Shqipëri tani. Është vërtet kjo? Nuk ma do mendje, nuk e, jo. Nuk është ashtu. Jo. Nuk është ashtu. Domethënë ato u gjet me Google me gjë se ishte koha domethënë kur organizoheshte kjo UÇK-ja.
E thoshin jo kanë ardhur këtu, kanë bërë këtu e ngatruan. Pastaj e lanë në Shtëpinë e Verdhë, e mbërën Kukës në Shqipëri, domethënë munduan që ta bëjnë të punë dhe nuk funksionoi. Funksionoi këtë. Dhe ç'ndodh tani? Qëllimi për cilin u ngrit gjykata speciale ishte komplet tjetër. Ishte komplet tjetër. Tani ti më ke parë shtrembër, më ke fol shumë, masaj në luftë ka qenë. Po pse atëherë nuk ngrihet një gjykatë tjetër në Kosovë për përdhunimin e nënave dhe të motrave tona kosovare? Janë 20.000 raste. Ç'ndodh sot, po të thot filan sportist për Ronaldo, thot para 15 vjetëve në filan hotel ka pas shtreme te kamarierë dhe ajo ngrihet një padjetje me radhë. Është një çështje shumë sensitive sot për element të veçantë dhe nuk ngrihet një gjykat për të parë domosdoshmë si është e mundur që ka ndodhur ky fenomen. Domosdoshmë qofse do t'i shkojmë të drejtës deri në fund. Edhe këto i kanë bërë serb me emër, me mbiemër, me adresa, me gjithë. Ju parashikoni që gjykata të jep pafajësi? Unë mendoj këto janë të pafajshëm. Jo, të pafajshëm e dim, po parashikimi. Domethënë, parashikimit shohim tash domosdoshmë se si do të numërojnë këto, por në syt edhe të njerëzve të thjeshtë, edhe këto domethënë është diçka e absurde. Foto tjetër. Kamara Malli për që ishe deputet? Po, e kujtoj me nostalgji, me... Ju ndërtet një mandat? Dy mandate? 2 mandate. E kujton me nostalgji? Pa, kujtoj. Ishte eksperiencë shumë e bukur. Shumë e bukur. E ti ishe një deputet model. O sa gjërat bukur ke bërë që Malmin Xhozi, sikur ti ishin deputetët sa gjysmë asaj që ke bërë ti. Je munduar. Po edhe gazetarët të doni të vinin mua atje në zonën tënde dhe ti si ka qeverisur zoti Rama në këto 13 vjet? Shiko, Shqipëria ka ndryshuar. Tashi realisht ka hece përpara, kupton, por duke qeverisur për një kohë gjatë, dalin edhe është konsumuar thua? Unë mendoj që konsumim nuk do thonja, por ka më tepër përqendrim pushteti se sa një demokratizim. Mendoj që demokracia ka qenë në hapa, ka qenë më zhvilluar përpara. Tashi, kur thua për zotin Rama për marrë përgjithsisht një klasën politike. 2005, kur kam qenë deputet, edhe për bërja parlament mendoj që ka qenë më cilësore. Po patjetër. Ashtu siç ka qenë më cilësore viti 91, në krahasim me 2005 në 98 të me radhë. Dhe këtu edhe opozita ka qenë më aktive si EPS-s, PD-s në vitet e para kur ka qenë. Ndërsa sot kemi një impakt edhe të opozitës. Kemi një impakt të shoqërisë civile, të tryezave, të debatet dhe me radhë. Domethënë jetojmë në një epokë më të përqendruar dhe jo e darovitur të gjithë këto. Pse kam pak demokracinë në Partinë Socialiste? Pse? Tani ç'ndodh? Po të shikosh sot për shembull, më hapë një temë, nuk kam shumë qejf se e di. Çështja është këtu, në qoftë se për shembull një opozitë që do të vinë pushtet, patjetër do të ofrojë një alternativë. Alternativa jo kur vijun pushtet do qeverisë më mirë, por çfarë do bëjë? 1, 2, 3, 4 gjëra të bëjë më mirë. Dhe parlamenti do të përdoren në mënyrë më efikase. Se shumë kollaj të bësh zhurmë me hike, unë nuk jam kundër edhe me radhë. Vesh flakën? Dhe absolutisht jo. Ka hika jo kohë. Çështja është domethënë që duhet të jetë më pragmatiste. Po marr shëndetësinë, apo marr nuk domethënë unë po të vi do të bëj këtë. Po nuk mund të thush që kur po të vi unë pushtet do i bëj rrogat e këtyre 2 fish më tepër, 3 fish. Çfarë do i bësh? Duhet punosh më tepër, duhet të jetë më tepër, duhet kapësh disa tema domethënë që njerëzit të besojnë. Prandaj jetojmë në një epokë, të mpakur, domethënë politikisht e demokratikisht e merre si duhet. Foto tjetër? Ju në fakt e përmendët, po domethënë se këtë doja të, nëse kjo është qeveria e re. Ju e përmendët që thatë që përbërja e Partisë Socialiste ishte shumë cilësore në vitin 2005, madje unë do të thosha
zoti Menxhozi ka qenë mësuesore akoma për bere Partisë Socialiste edhe në vitin 90. Jo, po e thashun, edhe Po, përpara. po, Jo po. vetëm, m'fal, jo vetëm Partia Socialiste, edhe partitë e tjera. Tani, pse këta që janë më të arsimuar, kanë diploma jashtë, janë më pak demokrat se sa ju që nuk e dini ç'ishte demokracia. Si ka mundësi? Megjithatë, është herë dhe unë nuk dëshiroj të bëj ndonjë koment. E kuptova, diplomat mbete zoti Menxhozi gjithmonë. Jo, problemi është që ende domethënë nuk mund të E kuptova. Foto tjetër. Te kam ja dy gjëra të bukura kështu që dua ti ndaj me ty. Këtu mos më thuaj këtu që s'do japësh një koment. Këtu janë gjithë kryeministrat, 33 kryeministrat. Tani më thuaj një kryeminist që ti e çmon, e vlerëson për atë që ka bërë. Jo vetëm këta mbas 90-s, ose edhe këta mbas 90-s, ti e di.